Ju përshëndes në emër të klubit letrar Zahir Bayaziti dhe në emër të shtëpisë botuese Dardania, unë jam Rudi Berisha nga Llapi, nga Podujeva. Po i mbledh copat e dhimbjes në për tokë. Unë po i mbledh copat e shpirtit, që me janë derdhur për det mbi këtë tokë. Janë kapur për dheu që kur isha shumë i vogël, e dhimbet me janë tretur me lotin e syve. Po i mbledh këto copat e trupit, që nga koha kur me qelluam për vdekje, kur agonia me përqafoj për shumë orë, par askush nuk me afronte pak frymarrje. Po i mbledh edhe disa lule të shpirtit, që lindën e kohë pranvere, e u keputen nga rufeja mortit e zi, që pas disa ditësh i ujita me lotet e mi. Po i mbledh robat e mija të bardha, që kemi ishen me përgjaken ata të huaj, por me grisen këta tanet në përko, e shpirtin e qetë, kur hijet nuk ma lanë. Sot po i mbledh disa copat e diellit e nxehtë, se shumë po i ndjej të ftohtit në shpirt, sa me kanë lanë të zhveshtur e lakuriq, duke me ndarë në disa pjesë për interesat e tyre. Po i mbledh lotet në përfushat të mbjella me lule, e kockat e mija i kërkoj, e mi jam bërë copa pa mish, se mishin këta me kanë grën tanet, por vetëm kockat e shkreta mi kanë lanë. Unë po i mbledh disa copat e dritës së hënës, që t'i zbar rrugët e mija të pengura, nga natë e ertë dhe djajet që me vim pas, të cilët duan të hapin varrin e dritën të mazën. Po i mbledh vitet e mija që me janë tretur diku, e po i fus në shpirtin tim të mbyllur nga koha, që ato vite të kaluara të më shpërbejnë për udhtim, se nuk ka me mirë se sa të përqafohesh me kujtim. Faleminderit shumë.